Po bie. Opa. Nuse? Gënël? Qoftë mirë, ndodhi diçka e keqe? Urgjentisht më duhet të flas me Jusufin. Gjihan është këtu? Mjeshtër Jusuf. Çfarë ndodhi Gynel? Pse erdhe? Duhet të flasim, Jusuf. Çfarë do të flasim Gynel? A mbeti diçka për të folur? Shiko, nëse do të më thuash sërish gjëra të tilla, nuk ka nevojë as pak. Gjihan, a mund të flasim ne pak vetëm? Sigurisht, Gënël. Hajde doktoris. Pris, Gjan. Dalin vëlla. Ne nuk kemi çfarë të flasim. Shikoni punën tuaj. Ku mbeti kjo vajzë? Po edhe ta shikte nuk do e hapte. Shpresoj të mos ke shkuar tek ai fllëqësira Jusuf Gynel. Shiko, çfarë të thuash ke të drejtë. Po të isha në vendin tënd, edhe unë do të zemërohesha, por... Çfarë zemërimi Gynel? Kja ki lënë vend për t'u zemëruar. Jusuf, Mos fol kot Gynel. Jam lodhur duke më thënë çdo herë se ke të drejtë. Dhe secilën herë po më thua se ke të drejtë, por prap bën gjërat njëjta. përse nuk e kupton bra. Ka disa arsye që janë jashtë kontrollit tim. Nëse është kështu, edhe unë kam disa arsye jashtë kontrollit tim. Gynel, shiko, për hir të Zotit, mos na lënë dot të dyve, mos e zgjat së koti. T'lutem. Kemi shumë punë për të bërë. Ashtu, Jusuf? Ne nuk jemi në gjendje të bëjmë dy fjalë me njëri tjetrin, ashtu? Mirë, në rregull. Në rregull? Atëherë vetëm një gjë do të kërkoj prej teje. Nëse të kam mbetur pak hatër ndaj meje. Kujdesu mirë për veten tënde, mirë? Mare djallë. Përse u solla ashtu me vajzën tani? Duke sigur kishte për thënë diçka të rëndësishme. Lejla e dashur, shiko mbyll e mbete në dhomë, hajde le të ham diçka dhe të ndryshoj humori. Faleminderit, por unë nuk dua. Po deshe të të sjell ushqimin në dhomë. Faleminderit, por nuk jam e uritur me të vërtet. Kuptova shpirt. Mirë, në rregull. Kur të kesh uri do të hash atëherë. Alo? Lejla, si e? A je mirë? Nuk jam në gjendje të mirë, motra Firuze, kërkoj falje. A je zemruar me mua? Çfarë ndryshon kjo? Lejla, mos bë kështu bukuroshe, shiko. Në vend që të zemrohesh edhe të shkoje, sikur të kishe folur pak më gjatë dhe pastaj të shkoje, nuk më pëlqeu as pak që u largove ashtu. Çfarë kuptimi ka të flasësh kur ti nuk më beson mua? Për askën tjetër nuk më erdhi keq sa më erdhi keq që ti nuk më besove. Shpirti im, atë do doja unë që ti të mendosh kështu? Ha? Por edhe mua më kupto, të lutem. Dua të them, është shumë e vështirë edhe për mua të flas për këtë. Jam e vetëdijshme. Shiko, çështja nuk është nëse të besoj apo jo të betohem. Më beso mua. Por kjo temë më ka lodhur shumë mua. Dua të them, edhe nëse gjithçka është e vërtet, nuk më takon mua të them diçka për të. Ke të drejtë. Në fakt jam shumë e zemruar me babain tim. Mendoj se po shpërthej me ty, kërkoj falje.
Pse? Çfarë ndodhi? Ndodhi diçka? Ndodhi. Unë shkova në shtëpi që të flas me të, por zonja Melteme ka bërë tashmë planin e saj. Ju bëft mirë. Faleminderit nën. Leila ku është? A nuk do zbret? Jo, nuk do të zbret. Nuk qenë ka e uritur. E bën për inat për besë. Kjo që bën vërtet është fëmirore. Tarëk, çfarë po ndodh? Ka diçka që nuk e di unë? Unë mendoj se duhet ta mbyllim këtë temë tani. Është e qartë se kujt i ka ngjarë Leila nga ana e kokforcisë. Është pikërisht e babai vet. Me orë të tëra po i them ta mbyllim këtë temë. Rregull, ke të drejtë ta mbyllim këtë temë. Nuk dua që ta mërzis më tepër Meltimin. E ku është halla se herë? Halla se herë do të vi, së pari do të bisedoj me Borën. Në fakt, Melisi ku është? Shiko, sot kam thënë të bëjnë ushqimin që preferon ajo. Në dashur, Melisi sot do të qëndroj tek shoqja e vet. Më tha, motër, kemi shumë mësime, nuk mund t'i arrijm dhe unë lejova të qëndroj atje. Por a u bë mirë tani, kam bërë ushqimin e saj të preferuar sot. Madje Melisit nuk i pëlqen çdo ushqim. Të shohim se çfarë do të haj atje. Aman shpirt, mysafirët han ato që gjenë, jo që shpresojnë apo jo. Mos e keni derë, do gjej ajo diçka për të ngrënë. Bi, pasi kërkove pak, nuk vendosa unë shumë, por nëse do të vendosë edhe në pjatë. Mundet, por edhe shumë pak. E vajza, mua më duhet të shkoj deri tek qinjët. Ju do e mbledhni tryezën, apo jo? Do e mbledhim. Hajde. Melis, nëse nuk më keq kupton, do të pyes diçka. Pse nuk shkove tek Eliti për erdhe këtu? Të shkoj te Eliti dhe të turprohem ashtu? Jo, unë, kur e mendova për një moment, thash që të vi këtu, madje sigurisht që mund të shkoj edhe tek Eliti, mendimi që të vi këtu më erdhi më i ngrohtë. Përveç kësaj, mendoj se dua të të njoh më mirë dhe të bëhem shoqe më e mirë me ty. Me të vërtet?